Engji nusja shembull që ruan traditat çdo mëngjes ja merr dorën virrë sipas zakonit shqiptar. Engji Lusha Saliu, këngëtarja dashur popullore dhe njëkohësisht nusë shumë respektuar, po vazhdon të tërheq vëmendjen jo vetëm me talentin e saj, por edhe me sjelljen dhe mënyrën se si ruan me krenari traditat shqiptare. Burimet pranë saj tregojnë se Engji çdo mëngjes apo zgjohet të përshëndet virrën duke ja marrë dorën, një zakon i lashtë shqiptar, që simbolizon edukat, respekt dhe nderim ndaj familjes së bashkëshortit. Ky gjest i thjesht por plot vlerë shihet si një ndër arsyet pse Engji Lusha ka krijuar një marrëdhënie kaq të ngrohtë e harmonike me familjen e mretimit. Nuk është hera e parë që Engji vlerësohet për kulturën dhe sjelljen e saj shembullore, por ky detaj i çuditshëm ka prekur shumë ndjekës, duke bërë atë të spikat si nusë moderne që nuk harron rrënjët. Pancat e kanë progresuar për mënyrën se si bashkon traditat me jetën e sotme, ndërsa shumë vajza kanë marrë Engjin si inspirim për mënyrën se si respekton vlerat familjare në një martesë. Engji Lusha edhe një herë dëshmon se përveç skenës, ajo shkëlqen edhe në rolin e nusës së përkushtuar. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.